Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar projekcionet për rritjen ekonomike të Shqipërisë për vitin aktual dhe vitin që vjen, duke parashikuar një ecuri të qëndrueshme sipas raportit të tetorit të World Economic Outlook. Ekonomia shqiptare pritet të zgjerohet me 3.4% në vitin 2025 dhe me 3.6% në vitin 2026. Inflacioni mesatar parashikohet të arrijë në 2.3% gjatë vitit 2025 dhe 2.8% për vitin 2026. Në nivel rajonal rritja më të lartë në Fondit Monetar Ndërkombëtar parashikon për Kosovën me 3.9% për vitin 2025 dhe 4% për vitin 2026, ndërkohë Maqedonia e Veriut pritet të ketë të njëjtin nivel rritje si Shqipëria, ndërsa Malizi parashikohet të zgjerohet me 3.2%. Ekonomia e Bosnjës dhe Hercegovinës pritet të rritet në 2.4% në vitin 2025 dhe 2.7% në 2026, ndërsa Serbia pritet të ruajë një normë rritje prej 2.4%. Në një plan më të gjerë, ekonomia globale sipas FMN-s po përballet me një mjedis të paqëndrueshëm dhe sfida të shumta që lidhen me pasigurinë politike e tregtare, proteksionin dhe goditjet në tregjet financiare. Projekcioni global i rritjes për 2025 është 3.2%, ndërsa për 2026 parashikohet 3.1% me inflacion në rënje, por edhe diferenca të ndjeshme midis vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Raporti thekson se politikat të qëndrueshme, të besueshme dhe të parashikueshme janë thelbësore për të rikthyer besimin, për të nxitur tregtinë dhe investimet dhe për të ruajtur stabilitetin makroekonomik. Diplomacia tregtare pavarësisht bankave qendrore dhe reformave strukturore mbetet prioritet për të përballur sfidat që rrezikojnë perspektivën e rritjes.